Përshëndetje zemrat e bukura, mirë se erdhet në kanalin tim vlog me Elin. Sot do fillojmë të bëjmë punët e shtëpisë. Adrianën e kemi në shtëpi. Kemi bërë rëmuj me jastik, me divan, sepse do t'i shkarafisin gjitha. E do të ngre tapetet, do t'i nxjerr jashtë sepse ka dielli, do laj me ujë shumë të nxehtë, sepse unë laj me ujë shumë të nxehtë. Dua të përdor edhe avulloren, por sot jo, mbase nesër ose pas nesër mund të përdor avulloren për muret. Sot do bëjmë vetëm pastrimin poshtë edhe plura, do me thënë që janë tek rendit shtëpiake. Dhe vazhdojmë kudo që ti je dhe çfarë do që po bën, ngriu dhe bëj punë të shtëpisë, vetëm qofse videon e shef natën, atëherë jo, prit që të gëdhihet. Adriana, gjitha të më bacin. Experiência de voler por cima da nossa vida. Gigi nuk do më ka bëj unë fundit. Ti do, në mënyrën time, do të thënë, unë di, do më kam qenë pullë. Stava zjatën periudhë. Është periudha e erdhi. Martesa, shpërdoren po mendojmë të dy.
I mbarova. Kam bërë një kave turke, po e pi me Fatmirin. Se kam gjithë ditën që bëj punë edhe do shimi nesër, a? Ja ku jam prap tek dollapi si çdo vit, nga 2 herë në vit. I hyp lart i zbres, por këto rrobe që shikoni këtu, pjesa më e madhe, këto që janë dark tepër veç kësaj, do t'i çoj në Shqipëri, po i bëj gati për në Shqipëri, pra pjesën më të madhe, kështu që do bëj dërgesën e radhës. Vazhdoj me punën prap, besoj se ka mbaru, se rregullova çik vetëm gunën kam hyp lart, po kam edhe xhupa tjerë, kështu që kam lënë varsa akoma atje, se do t'i rregulloj. Edhe bëj gati këto për Shqipëri sepse do t'i dërgoj nesër ose pas nesër. Unë që dje vendosa gunën lart në dollap, pra me demek i lava të gjitha, tani e bëra pak sikur pak fare me make-up, pas make-up, nuk orë se nuk kam vendos sot make-up, kam vendos vetëm ruz, pak fare dhe rimel, edhe pak këto ngjyrat e tokës që pëlqejnë, edhe pak buskuq. Edhe të shikoni pak që na kanë zgjedhë që e Borës, dhe Bora na ka ardhur deri këtu afër. Pra mu desh që ta zbris edhe një herë, që unë po merresha që këtë javë t'i laja të gjitha, xhupat e trash, të paktën të leja ndonjë kështu, do me thënë as shumë i trash, as shumë i holl, xhupat, xhaketa, edhe për gocat, por ja që nuk ndodhi kështu, mu desh që ta zbrisja prap gunën. Tani do iki të marr kafe. Edhe do t'i tregoj që tregon shenjën e Borës, edhe nuk e di, po mendoshim që të shkonim diku në fshat afër për Borë, nuk e di, do shikojmë një herë. Gocat ikën në shkollë, edhe unë do iki te shtëpia, do shkoj te Fatmiri, do të çoj dy gjëra, do ta pyes, domethënë a duan kafe apo çfarë duan për mëngjes. Edhe kështu do na iki dita sot. Tani që në këtë orë domethënë është 3 gradë. Deri në 0 më duket ka shku këtu, brenda në qytet, dërsa lart ku ka rënë Bora është patjetër do të ketë vajt minus. Ja dhe shenja Borës. Kështu që unë po ngroft çik makinën, se shikoni akoma nuk është ngrohur.
Akoma. Makina më është bërë për të larë. Po s'jam duke e la, se e la mbora e bën xham. E mora kafen. Edhe përfundova në Lidl. Atëherë, shikoni çik se ka marrë dhe krema pistachio. Do të bëj, ka marrë kadaif, ka marrë disa gjëra të mira, ka mush karrocën sot, sepse do të bëj një kështu, nuk e di, shkoj do bëj baklava me Dubai chocolate, me këto pistachio dhe këto, domethënë me përmbajtjen që ka Dubai chocolate, se u bë viral shumë, ose do bëj një cheesecake, shikoj, domethënë nuk e kam vendos. Erdha në shtëpi. Edhe ktheva pak në 2-3 dyqane, tek Zara, edhe tek Zara mora këto pantallona që ishin super pantallona që tani kanë dalë. Kishin ca kështu si tip larat verdha, jo të verdha fare, po një jeans i butë, domethënë, nuk e di sa duket. Material shumë i butë, unë i dua jeanset shumë të buta, nuk mundem dot me materiale të ngurta që t'i vesh. E thashtë t'ja tregoj këtu tek salloni, do t'i provoj. Në të lejmë këtu, s'ka gjë, e lajmë tavolinën. Edhe mora një set kuq, të i Bershka, po e pëlqeu Argita do ma marri, e sigurt. Jene këto kështu me këtë ripin e bukur. Këto kanë dalë tani si mod. New collection. Edhe ishin shumë bukura dhe ngjyra e kuqe super, edhe këtë si jelek, domethënë ose bluze me ripa dhe në formë jeleku, me kopsa para. Super e bukur. Tani kjo ishe 19-20. Me thënë, ndërsa kjo është 30, 29 sa duket. Do t'i vendos prap këtu. Jap një ujë me dorë. Mund t'i vesh nesër ose pas nesër ato të kuqe, sepse e ka dhënë mod shumë të mirë këtu. Edhe këto 29,99. Me thënë të marrësh lek të punosh edhe direkt të dyqanet. Ja, ikën lek të sotme do me thënë. Pik. Kam edhe i qik mund t'i marrë gocave, po pres ulljet e pashkve. Edhe kjo është video. Për këtë herë do të shihemi në next video, në video tjetër. Mirupafshim, bye bye.